Xhamia Ilyas Bey Mirahorit në qytetin e Korçës i është nënshtruar restaurimit. E radhitur si një ndër më të vjetrat e këtij qyteti, asaj nevojitet një ndërhyrje në dysheme, çatisi dhe në fresket e saj për të përmirësuar dëmtimet e pjesshme, si dhe për të eliminuar lagështirën. Muftiu Haxhi Kazim Muçi shprehet se restaurimi i xhamisë ishte tepër i nevojshëm. Kjo ka historinë e vet, është xhami 500 vjeçare, tika që përfaqëson monumentet kulturë të Turqisë, dhe bashkëpunim me shtetin tonë dhe me monumentet e kulturës, mori gjithë këto objektet osmanlije që to t'i restaurojmë ne. Dhe fakti është që filluan këtu në Korçë, siç e shkoni edhe vetë që puna ka filluar për së mbari. Përfundimi i kësaj xhamie është për Kurban Bayram në tetor. Që prej vitit 1946, xhamia Ilyas Bey Mirahorit është listuar ndër monumentet e kategorisë së parë e mbrojtur nga shteti. Si një ndër xhamitë më të vjetra të Korçës, ajo mbart vlera kulturore, fetare, arkitekturore.